Shkëndëror miq të Grelu Sport, jemi përsëri së bashku drejt përse drejti nga stadiumi i kryeqytetit Arena Demave, ku sapo është mbyllur sfida e javës së 12, Partizani barazon me Vllaznin 1-1, autor të golave Rokova për ekipin e Partizanit dhe Esat Mala për Vllaznin. Pas ndeshjes kam shkuar kolegun tim e medias sportive Adur Rusë dhe ish drejtuesin dhe aktualisht dhe pjesëtar e kupolës klubit Vllazniagen Zaganjori. Në fakt ka qenë të shumë të Shkodranit sot në të dyja tribunat përballë, klubi Ultras dhe në tribunën qendrore shumë tifoz Shkodran, po nxolla aty për përfaqësues të Kuçi Blu. Adi dhe Ardian, të kënaqur me barazimin si Shkodran që keni udhëtuar nga Tirana për të ndjekur Vllaznin. Normalisht me si rrollën ngjarjet e lojës, jam i kënaqur me barazimin, ishte rezultati më i drejtë i këtij tatimi. Ishte një rezultat i cili duhet thënë pak a shumë favorizoi Vllaznin, për shtorë ose i golit nuk e se kena bënë në volum lojë dhe kena pasur raste, ndërkohë që ekipi i Partizanit në pjesën e dytë na ka qenë me dominues në raste ka pasur raste të pasura, por fatmirësisht puna mirë e portierit i cili nuk është në shaparshi, por shpëton Vllaznin dhe promon lojën. Zaganjori, Ruçi pohon se i kënaqur dhe i drejt barazimit. Për ju jeni më keni? Barazimi i drejt për ne, por ju i drejt për Partizanin. Nuk e kuptova 20 minutët e fundit, ekipi ynë në disa veprime jo profesionale, jep mundësi Partizanit në një gjendje jo jashtëzakonshme si ekip, që të na dalë përpara post 3-4 herë, na rrezikoi fuqishëm dhe fatmirësisht portieri na majti në lojë për 2 raste të pastra. 2 herë për paaftësi të metrave të fundit të futbollistëve të Partizanit dhe unë se kuptoj pse hyn kaq panik me topin që e kemi ne zotërin. Pra hupim topin në mesin e fushës dhe gjithçka shkon në riskë shumë të lartë në portën tonë. Fatmirësisht morëm një pikë, na marrën lojë, jemi në krye të kampionatit akoma. Kemi ndeshje javën e ardhshme ditën e premte me ekipin e Durrësit të shohim, përmirësojmë diçka sepse pjesa e Mërpavisë është diçka problematike. Zaganjori më thash me herët keni qenë administratori i Vllaznis për shumë vite në futbollin e klubit. Sot të poshtues në tribunën qendrore të stadiumit të kryeqytetit ishte dysha drejtuese e Vllaznis, Edi Martini dhe Gradu Sinani që ishin të kanalizuar me karton të kursë. Por paramesh është një batutë Martini dhe Sinani Martini dhe Sinani me të kuqe tek Partizani. Pra është diçka që edhe e dëmtoi ekipin tonë, fundit vlera individi dihet, impulsi i Edi Martini dihet, megjithatë edhe stafi tjetër, pjesa tjetër, Boshi e servitoi vetvete në mënyrë shumë profesionale, gjatë që them që do të rregullohen ditën e premte, mendojmë që rezultati vetëm duhet të jetë për fitore. Kalojmë direkt atë që thon Zaganjori të premten nga Loro Boriçi, Vllaznia të uta. Në shë vështirë, nuk kam në shë lehtë. Cila po bën mirë, edhe dje barazoi në kryeqytet me Dinamo. Është në shë vështirë, nuk është në shë lehtë, është në shë e cila ne kemë pallën gjatë fazës parë që nuk arrit me ta marrim, domethënë thjesht në minuta shtesë nuk kena arrit të marrim fitoren. Dhe nuk duhet që si në shë lehtë, por fatmirësisht në neshën me Teutën shpresojmë që të kemi kondicione të plotë lojtarëve, sepse patëm probleme si me mungesat e guristësh, pa dhe mungesat tjera që nuk janë vogla, dhe ekipi të kompletohet, ndoshta edhe loja mirë kena fat që kena një hake edhe një Jago që janë pothuajse të dy të njëjtit kalibër dhe po japin më të mirë mundshme në katër fushës. Hake sot besoni se mendoni se ai justifikoi tërësisht informacion. Normalisht është lojtar formacionit të Hake, pavarësisht se rivaliteti është në altë Haka e lojtar formacionit, as nuk diskutohet me atë informacion. Do të them sinqerisht çdo ekip do ta kishte pasur ëndër ta kishte në ekipin e vet Haken edhe lutet, por kjo është konkurrenca brenda përmendje, kjo është domethënë zgjidhja e trajnerit. Por fatmirësisht kena disa lojtarë të cilët e pamëdhësat, por edhe që është si sa Ardiani duhet bëjmë kujdes shumë, sidomos në Prapavijë mos falim shumë, në ndeshjen e Partizanin Prapavija ka falë shumë, edhe goli ishte i falën, edhe gabimet ishin me vërtet të cilët mund të eliminoheshin dhe mund mos rrezikoheshim deri në atë pikë fundit. Për fillimisht të nderuar shikues, barazimi 1-1. Shikojmë që dhe dritat e përgjithshme e stadiumit e Ardema po diçka vogël do të përshëndes
Në fakt se një person që merren me rendin, është përsërisht edhe një atmosferë fantastike nga ato dy grupet e tifozëve. Për ultrasit tonë nuk kemi çka më thonë, sepse nuk ka nevojë për pjesën e reklamës, por edhe pjesën e tifozëve të ekipit Partizanit. Goricët ishin më të vërtetë jashtëzakonshëm, linëshëm me kaq realitet, por pa asnjë aksident. Kjo është shumë e rëndësishme sepse futbolli fundit është për njerëzit dhe fundit është sport. Ishte kënaqësi e jashtëzakonshme, shikojmë dy krahët e stadiumit, njerëz të cilët vinë këtu për të bërë sport dhe jo për të bërë çka tjetër. Dhe për këtë fakt unë i falenderoj të dy tifozërit dhe shpresoj që ditën e premte të na shmarrën shkallët e stadiumit, pasi rruga vllazërisë për kampion si vjet është e pandashme. Shpresojmë që vllaznia të mos ndalet në Loroboriçi dhe të ruajë serinë fitore dhe E rëndësishme është që nuk humbën. Ja s'ka humbë si nesh. Zaganjori ishte administrator i klubit futboll Vllaznia, aktualisht edhe shefi i sigurisë të stadiumit Loroboriç, për vetë dhe profesionin që ka në policinë e shtetit dhe me kolegun tim, gazetarin e Union Sportiva Admiro Ruçi, nga unë Gaspar Marko, presidenti i fundit që duhet fundit nga direkte nga stadiumi Arena Dinamo në Kuqetë, që qenë me herët në Pragneshë, që qenë në mes të ndeshjes me dy pjesë të tashmë në mbyllje, gjithçka është mbyllur dhe kushtativi i stadiumit dhe shpëdahet koktejl shkodër me një barazim që i mban përsëri në vendin e parë. Krye të tabelës së klasifikimit në gradë më të mirë se sa Elbasani. Faleminderit.